Tregu i fruta perimeve në qytetin e Sarandës vetëm tabelën ka si i tillë. I sajuar dekada më parë në një pronë private ku bashkia jep qira. Ky treg prej kohësh është bërë një pikë dobët e imazhit turistik të Sarandës dhe një shqetësim i përditshëm i tregtarëve të fruta perimeve dhe i blerësve të tyre. Treg ka e treg nuk ka, sepse prej vitesh ai nuk plotson as kushtet më minimale për të ushtruar dhe ofruar këtë shërbim. Në këtë situatë tregtarët zihen ngushtë edhe për të folur. Tregu duhet të rregullohet tamam siç është për të rregulluar. Një, ka një diçka. Gjykatë që më i mirë është populli. Populli do të ndarë si mas edhe me këto çmime. Jo, Zoti të vërë dorë tek ne asgjë tjetër. Por duket se ka ardhur ora për të përmbysur situata. Gjendja kritike e këtij tregu dhe nevoja urgjente për të ndryrë me investim u bë pjesë e debatit edhe në mbledhjen e 30 prillit të Këshillit Bashkiak të Sarandës. Kryetari i Bashkisë së Sarandës, Soltion Çaçi, tha se është mundsuar financimi i investimit prej 80.000 euro në këtë treg. Duke qenë se ne kemi një gangren problematike shumë madhe tregun e frutave, i cili është pronë private dhe ne nuk mund të investojmë dot, pavarësisht se mundësitë financiare i kemi, por atë njëri që ne kemi bërë dhe qytetan deri këtu në këtë bashki, na bëri të mundur i financimin e një investimi për 80.000 eurosh që të realizohet tregu, i cili është element shumë i rëndësishëm për gjithë qytetin, por edhe për Sarandën vetë si destinacion turistik, sepse nuk mund të ketë pa një treg fruta perimesh. Kjo tashmë është bërë mundur, ne bëm kërkesë drejtuam bankës, të cilës po e falenderoj publikisht, që çdo vit e mbështet qytetin e Sarandës. Megjithse trulli i tregut të fruta perimeve është pronë private, me investimin që pritet të realizohet, jepet fund një problematike të mpret, si të tregtimin në trotuar edhe në imazhin antituristik të qytetit.